Mënyra se si njerëzit sillen me ty tregon më pak për ta dhe më shumë për atë se sa lejon të negociohet vlera jote. Nuk fillon në momentin kur ngrit zërin apo shpjegohesh më shumë, as kur përpiqesh më fort të kuptohesh. Fillon në momentin kur ndalon së zvogëluari veten vetëm që marrëdhëniet të mbeten të rehatshme. Shumë njerëz besojnë për një kohë të gjatë se respekti lind nga të qenit gjithmonë i bindur, fleksibël, i durueshëm, mirëkuptues, edhe kur kjo i kushton brenda vetes. Prandaj ata i përshtatin kufijtë e tyre, i ulin standardet e tyre, pranojnë sjellje që nuk do t'ia rekomandonin askujt që e duan, dhe pa e kuptuar u mësojnë të tjerëve saktësisht si mund të sillen me ta. Negocimi i vlerës së vet nuk duket gjithmonë dramatik, ndonjëherë do të thotë thjesht të heshtësh, edhe kur diçka të dhem, ose ta kalosh me një të qeshur vetëm për të mos u dukur i komplikuar, ose t'i japësh dikujt një shans të dytë, të tretë apo të katërt, edhe pse modeli është bërë tashmë i qartë. Por sa më shumë të sakrifikosh vetë respektin, aq më shumë të tjerët testojnë deri ku mund të shkojnë. Sepse kufijt fleksibël duken si kufi opsional. Ndryshimi i vërtet nuk ndodh kur i kërkon llogari të gjithëve ose kur i shpjegon në mënyrë të përsosur ndjenjat e tua. Ai ndodh brenda teje kur vendos që mirëqenia jote është po aq e rëndësishme sa çdo lidhje. Ky vendim ndryshon mënyrën se si flet, sa gjatë pranon heshtjen dhe çfarë sjelljesh nuk i justifikon më. Dhe sapo ky ndryshim i brendshëm fillon, ndryshon edhe dinamika rreth teje shpesh më shpejt se sa shumë njerëz presin. Kur ndalon së negociuari vlerën tënde, ndalon së shpjeguari pse meriton respekt. Ndërpret së kërkuari falje për ndjenjat e tua, për kufijtë e tu, për kohën që të nevojitet për veten. Ndërpret së kërkuari leje që të jesh vetvetja. Dhe gjëja e veçantë është kjo, njerëzit e ndjejnë atë. Edhe nëse nuk e thonë me fjalë, ata e perceptojnë. Kuptojnë se ti nuk je më i disponueshëm si një opsion, jo më si dikush që përkulet pa fund që të tjerët të ndihen mirë. Pa pritur, toni i bisedave ndryshon. Energjia përreth teje zhvendoset. Mënyra se si njerëzit të qasen përshtatet. Ndonjëherë me njëherë, ndonjëherë ngadalë, por përshtatet. E vëren së pari në gjëra të vogla. Dikush nuk të ndërpret më. Dikush të dëgjon pa të nënvlerësuar. Dikush i pranon ndjenjat e tua pa diskutuar apo vendosur kushte. Shpesh kjo ndodh pa vetdije, ata thjesht reagojnë ndaj standardit të ri që ke vendosur. Sepse vlera nuk është diçka për të cilën duhet të bindesh të tjerët. Vlera shfaqet në mënyrën se si e jeton atë qartë, qetë, natyrshëm. Dhe këtu qëndron sekreti i vërtetë. Ky ndryshim nuk ka të bëjë me ashpërsi apo ftohtësi, ka të bëjë me qartësi, me qëndrueshmëri, me forcë të heshtur. Nuk ke nevojë të luftosh për respekt, thjesht duhet të ndalosh së shpërdoruari atë tek njerëzit që nuk e vlerësojnë. Atëherë gjithçka ndryshon. Bisedat bëhen më të lehta, marrëdhëniet më të shëndetshme dhe njerëzit që vërtet i përkasin jetës tënde ngrihen në nivelin që ke vendosur. Sepse kur ndalon së negociuari vlerën tënde, zhduket edhe dyshimi i vazhdueshëm mbi atë se kush je dhe çfarë meriton. Ndërpret së përkuluri për njerëz që kur nuk janë munduar të të kuptojnë. Ndërpret së zvogëluari veten ndërsa vuan brenda. Në momentin kur e pranon me të vërtet vlerën tënde, ndodh diçka vendimtare. Njerëzit fillojnë të të trajtojnë ashtu si ke merituar gjithmonë. Ata shfaqen, të dëgjojnë, i respektojnë kufijtë e tu, dhe ndalojnë së të konsideruari të mirëqen. Nuk ke nevojë ta kërkosh, ta shpjegosh apo ta fitosh me luftë. Kjo ndodh sepse energjia jote, qartësia jote dhe vetbesimi yt nuk janë më të negociueshme. Prandaj ndalo së justifikuari veten për ndjenjat e tua, kohën tënde, vlerën tënde. Ndalo së shpjeguari tepër. Ndalo së kërkuari falje kur nuk është e nevojshme. Dhe ndalo së zvogëluari veten që të tjerët të ndihen më rehat. Sepse njerëzit që me të vërtet kanë rëndësi do ta pranojnë standardin tënd të ri. Dhe ata që nuk e pranojnë nuk kanë qenë kurrë të destinuar të jenë pjesë e jetës tënde.